Boshko. Si mundet ta plotësoj këtë kriter Federata e Shëndetësisë, e administratës publike, e Kekut, ose e organizata, ose kjo sindikata e punëtorëve të sektorit privat. Do të thonë konkurs mbi bazën e të cilit asnjë sindikat asnjë nuk mund ta plotësoj këtë kriter të rëndësishëm të Këshillit Ekonomik Social. Ta pyesim pikërisht për këtë zotërin Ymeri. Dialog social ka një kohë që nuk ka. Dhe cilat janë sfidat kryesore me cilat po përballen sot punëtorët e arsimit që ju i përfaqësoni. Në tetor të vitit 2024 ju e keni dorëzuar një draft kontratë për të negociuar me Ministrinë e Arsimit. Çka ka ndodhur? Po, qysh pe greves që kemi pas 5 javore, pëthuj se dialogu social është bllokuar tërësisht në mes Ministrisë Arsimit dhe Zbashkut. Ne kemi dorëzuar një draft kontratë kolektive për shkak se kontrata e fundit kolektive thotë që palët në shkruesit të kontratës në rast nevoje paraqes një draft për plotësim ndryshimin e kontratës kolektive. Na kena menduar që kontrata kolektive e mëparshme duhet më pësu disa ndryshime në të mirë të punëtorëve për shkak të rrethonave që janë krijuar, për shkak të standardeve ndryshe nga ato kur e kemi nënshkruar kontratën kolektive, por realisht nuk kemi pas asnjë përgjigje. As kemi pas përgjigje, as kemi pas as biseda, ftesa për biseda lidhe me këtë, dhe ka bet ashtu çështja. Kemi shpresuar se me ardhin e ministrit tjetër, qeverisë kësaj që tash edhe kemet qeverinë detyrë, kena me filluar dialogun edhe kena me çup çështjet përpara, por edhe kjo nuk ndodhi. Përveç kësaj, po duhet me u lidh me çështjen që zoti Bajraktari e tha për këta ekspertët e sigurisë, se është e vërtetë që ashtu që përkundër një numër shumë të vogël që janë kontë që kanë dashur me u licencu nga Ministria e Punës dhe Mërqenie Sociale, në këtë rast nga Ministri Murati, i ka bllokuar parafërsisht 2 vjet gati kontratë, certifikatat atyne të cilët e kanë kryer trajnimin e sigurisë nuk ju ka dhënë certifikatat. Me ardhen e ministrit Andin Hoti në punën sociale, ai shpërndajti certifikatat, po çka është anomali, i shpërndajti certifikatat gati në përfundim. I jap certifikatën dhe thot për shembull vlen deri vitin 2026. Po supozojmë, apo domosdoshmë validiteti u komplet herë kur kanë hyrë në test, edhe i kanë dhënë testimet, nuk ju ka shpërndajtur certifikata. Kjo tregon që vetë qeveria ka pas tendencë bllokimit të sigurisë në punë, edhe çështjeve që lidhen me shëndetin në punë, për shkak se i ka bllokuar këta ekspertë të cilët me një numër shumë të vogël e kanë pryer atë trajnim edhe ishte dashje që kështu që ju ka dhënë certifikata pothuajse me një afat skaduar ose shumë pak afat deri në skadimin e tyre. Te paga minimale është ajo që e tha Naimi që përmes ligjit të pagës minimale ja ka zbe atë rolin e Këshillit Ekonomik Social, por te ligji i pagës minimale mendoj që qëllimi kryesor ka qenë largimi i veteranëve nga paga minimale, ato është se edhe kështu caktimi, rekomandimi Këshillit Ekonomik Social s'ka qenë vendim, ka qenë rekomandim që ja qeverisë, edhe në atë mënyrë qeveria kish mujt me vendos tjetër pagë jashtë asaj të Këshillit Ekonomik Social, po edhe këto ka zbe. Domthonë, megjithatë ligjin që vetë këta e bënën janë të shkelçe 2 vite, për shkak se nuk kena se ligji thotë në rast se Këshilli Ekonomik Social s'mundet me arrit marrëveshje për pagë minimale, ministri i Financave e propozon qeverisë. Këta s'kan tentu fare me sindikatat me arrit një marrëveshje, paga minimale për sektorin publik s'ka asnjë ndikim, 500 ershin nëse bëhet tash në korrekt, s'ka asnjë ndikim, se s'ka asnjë pagë në sektorin publik që është nën 500 euro, domthonë edhe paga më e ulët që është mbi 500 euro në sektorin publik. Besoj që edhe të sektori privat nuk ka, përveç ndoshta punëtorët e sigurimeve fizike, ata ndoshta kanë një pagë më të vogël, por ndryshe nuk ka ndaj ndikim. Po është shqetësuese ndoshta te çështjet sociale, kur ju jepen këto ndihmet sociale ose që e përmeni zoti Vebiu,
për veteranët e luftës që e marrin një penzion, po supozojmë 180 euro ose 200, edhe paga minimale është 500, s'paku pse s'ju lejohet punojnë ata deri te paga minimale, se paga minimale caktohet një minimum i jetesës, ose tjetë ndihma sociale 100 euro, ose pensioni tjetë 100 i pleqërisë 150 euro, ku është kjo? Do të thotë ishdosh që të çështje të rregullohen spaku pensionet, pastaj këto veteranët që kanë atë pension t'ju lejohet punojnë deri në minimumin që është paga minimale 500 euro që tash mendojmë që do të bëhen, që to janë mendoj, pastaj tjetër çështje e sigurisë nuk është vetëm siguria fizike, por edhe siguria e marrëdhënies të punës, që shumë shpesh punëtorët punojnë pa kontrata, pastaj punojnë me kontrata jo të mira, jo të përshtatshme, ka presione për ndryshim të kontratave dhe kur lidhen për shembull te sektori i arsimit kena 2 vitet e fundit kena presione që me ndërru kontratat e punës faktikisht pa marrëveshje me sindikatave, e marrin një model që ka bu Ministria Administratës Publike si modeli kontratës që ajo është i përgjithshëm, pastaj tentojnë me fut në arsim e në mesin e tyre e lojnë për shembull që punëtori gjatë punës natën, arsimtari punon natën, po kanë marrë një model tillë që është atë çysh ka dalë, ka shumë çështje të cilat vërtet punëtorët nuk njihen të sigurt vendet punës. Jo vetëm për çështjet e sigurisë fizike, po edhe për çështjet tjera, se tarvesh llogarite, është dashur në diçka që e kanë nënshkruar me Ministrinë e Arsimit, me quaj lëndë në përgjykata, për zbatim të kontratës kolektive, diku rreth mbi 80.000 lëndë kanë kaluar në përgjykata, të cilat të gjitha janë zgjedh pozitivisht të mirë të punëtorëve, edhe është pësuar një dëm i buxhetit shtetit rreth 40% vlerës thuaj aty për shkak të shpenzimeve që kryen gjykata për baruesve, avokatëve këtu, edhe janë diku në rreth 50 milion ende që priten në për gjykata moralizuar për këtu, krejt këtu për shkak të mos planifikimit dhe neglizhencës që e bojnë organet qeveritare bashkë këtë rast edhe me organet komunale të pushtetit. Faleminderit shumë, zotëri Mujku, një çështje që du me diskutu në lidhje me politikat e shtetit për punëtorët është se Kuvendi ka miratu para 3 viteve një marrëveshje ndërkombëtare për asistencën sociale. Çka ka ndodhur me këtë proces, edhe a ka ndikuar kjo në mënyrën se çysh po trajtohen skemat sociale në drejtim të zvogëlimit tyre për me nxit punësimin? Kjo ka qenë për mua shqetësuese